Bashkëpunëtori i drejtësisë Nuredin Dumani luajti një rol kyç në dëshminë e tij për grupin Poja të goditur në Durrës. Ai u tregoi jetuesve informacione për strukturën dhe veprimtarinë e grupit. Banka Botërore e rendit Shqipërinë si një ndër vendet me cilësinë më të dobët të arsimit të lartë në rajonin e Europës dhe Azisë Qendrore. Kreta u trondit mëngjesin e sotëm nga një tërmeti magnitudës 6.1 ball të shkallës Richter. Banorët u alarmuan teksa autoritetet ndodhen në terren për të kontrolluar situatën. Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV-Anteo. Bashkëpunëtori i drejtësisë Nuredin Dumani kishte një rol kyç në zbërthimin e grupit Poja që u godit dje nga autoritetet italiane dhe ato të vendit tonë. Dumani u tregoi jetuesve italian për të gjithë veprimtarinë e grupit dhe se si ata arritën të futen në tregun e kokainës. Një pjesë e dosjes së bujshme ura është zbardhur, duke hedhur dritë mbi aktivitetin e një grupi kriminal të fuqishëm që operonte në trafikun ndërkombëtar të kokainës. Operacioni i përbashkët i autoriteteve italiane me prokurorinë e posaçme SPAK çoi në lëshimin e 52 masave të sigurisë, nga të cilat janë ekzekutuar vetëm 40. Në qendër të kësaj bande qëndron qyteti i Durrësit, ndërsa goditja u bë fal përgjimeve dhe aplikacioneve të enkriptuara Sky ACC dhe dëshmive të penduarve të drejtësisë si Nuredin Dumani. Dumani gjatë dëshmisë së tij para hetuesve italian ka deklaruar se në krye të grupit qëndron Gjevdet Troplini, i ndjekur nga Elvis Doçi dhe një person i njohur si Miri. Sipas tij, grupi kriminal i quajtur Poja ka hyrë fuqishëm në tregtinë e drogës që prej vitit 2010 dhe aktualisht kontrollon tërësisht qytetin e Durrësit. Kanë pushtuar Hamburgun, kontrollojnë gjithë tregun e kokainës përmes çmimeve të ulta, është shprehur Dumani, duke shtuar se grupi vepron edhe në Itali, me lidhje të forta në Kalabri dhe rrugë të sigurta trafiku nga Kolumbia. Sipas Dumanit, vetëm për pagat mujore ndaj trupave të sigurisë që mbronin zonën dhe familjet e antarëve, Poja shpenzonte 150.000 euro në muaj. Rroga e një roje varionte nga 500 deri në 1.000 euro, duke siguruar një strukturë me të paktën 150 persona vetëm për sigurinë brenda Durrësit. Dëshmia e Dumanit tregon edhe lidhje të këtij grupi me figura të larta politike. Sipas tij, grupi fuqizua ndjeshëm në kohën kur presidenti i Shqipërisë ishte një person i korruptuar. Në një seri pyetjesh nga hetuesit italian, Dumani e përshkruan Pojën si një ndër grupet më të egra dhe më të organizuara në vend, që vepron me strategji të sofistikuar dhe jo domosdoshmërisht përmes dhunës. Ata nuk kishin nevojë për forcë, fitonin tregun me çmimin e ulët të kokainës, thot ai. Hetimet për dosjen ura pritet të vazhdojnë, ndërsa autoritetet janë në ndjekje të 12 të dyshuarve ende të lirë. Elvis Doçi, për të cilin SPAK firmosi një urdhër arresti si kryesori i grupit kriminal me aktivitet në Durrës, rezulton të jetë edhe një person i lidhur fort me sektorin e ndërtimit. Kompanitë e tij kanë marrë një sër fondesh publike nga Bashkia e Durrësit. Elvis Doçi, i njohur si visi i Pojës, ndaj të cilit SPAK ka lëshuar një urdhër arresti për drejtimin e një grupi kriminal në Durrës, rezulton të ketë pasur lidhje të forta dhe në sektorin e ndërtimit dhe përfitimit të fondeve publike. Sipas të dhënave të siguruara nga Qendra Kombëtare e Biznesit dhe Open Data Albania, deri në qershor 2024, Doçi ka qenë pronar i kompanisë Vintage, një subjekt me aktivitet në import-eksport dhe tregti me shumicë pakicë të produkteve ushqimore dhe të tjera. Kjo kompani ka përfituar rreth 8.000 euro nga Bashkia Durrës për furnizimin e qendrës ditore të moshës së tretë me materiale pastrimi dhe dezinfektimin gjatë viteve 2019-2024. Interesant është dhe fakti se pagesat nga Bashkia janë kryer vetëm gjatë kohës që kompania ishte në pronësi të Doçit. Pas kalimit të aksioneve në emër të personit tjetër, Edmir Bakalli, në qershor të vitit të kaluar, Vintage nuk ka përfituar më asnjë transakcion publik. Por jo vetëm kaq, pasi pas urdhrit të arrestimit ndaj tij dhe sekuestrimit të kompanisë Portside, hetimet kanë zbuluar se Doçi është gjithashtu pronari i kompanisë Eldemar Construction, të cilës në vitin 2023 i është dhënë leje për ndërtimin e një hoteli 10 katësh në qytetin e Durrësit. Leja është firmosur nga Këshilli Kombëtar i Territorit, i kryesuar nga kryeministri Edi Rama. Më shqetësues është fakti se administratorët e kësaj kompanie rezultojnë persona me precedent penal të lidhur me trafikun e drogës. Në vitin 2010, Doçi caktoi si përfaqësues të kompanisë ish policin Denis Tafili, ndërsa në vitin 2024 emëroi Gëzim Hasën si administrator. Të dy këta persona janë arrestuar në Itali në vitin 2016 për përpunim dhe shitje heroine. Sipas dosjeve hetimore, Gëzim Hasa ishte drejtuesi i një grupi kriminal, ndërsa Tafili kishte rol aktiv në trafikun e lëndëve narkotike. Të dy kanë shërbyer më herët si efektiv policie në Tiranë.
Zbulimi i këtyre lidhjeve midis bizneseve, ndërtimit dhe grupeve të strukturuara kriminale, po nxit kërkesa për hetime më të thelluara ndaj mënyrës se si kompanitë private, të lidhura me persona të dyshuar, kanë përfituar leje ndërtimi dhe akses të fondet publike. SPAK pritet të zgjerojë hetimin jo vetëm për aktivitetin kriminal të Doçit, por edhe për rrjetin ekonomik dhe administrativ që ai ka ngritur, i cili dyshohet se shërbente për pastrimin e parave të drogës. Një tender zhvilluar nga ujësillës kanalizimet e Gjirokastrës për ndërtimin e ujësillësave të dy fshatrave Fushbardh dhe Zhulat është vendosur në qendër të kritikave dhe dyshimeve për mungesë konkurrence. Fituesi i kësaj procedure u shpall kompania Gjikuria, e cila ofroi një vlerë 600 milion lekë më të lartë se ofertat e tjera pjesëmarrëse. As ujësillësi nuk i shpëton kthetrave të kompanisë Gjikuria. Në Gjirokastër, një tjetër tender publik ka përfunduar në duart e një bashkimi operatorësh të drejtuar nga Gjikuria SHPK, pavarësisht se 4 kompani kishin ofruar çmime më të ulta, dhe në një rast me rreth 600 milion lekë të vjetra më pak me TVSH. Objekti i tenderit është ndërtimi i ujësillësave në fshatrat Fushbardh dhe Zhulat në Bashkinë Gjirokastër. Procedura u zhvillua nga Shoqëria e Rajonale e Ujësillës Kanalizimeve Gjirokastër SHA, me një fond limit prej 248 milion lekësh të reja pa TVSH, ose afërsisht 3 miliard lekë të vjetra me TVSH. Fituesi, bashkimi operatorëve Gjikuria në pronësi të Florence dhe Milo Gjikuria dhe AC Pro Partners në pronësi të Emiliano De Lilaj dhe Miguel Alia. Oferta e tyre ishte 225.5 milion lekë të reja pa TVSH, që përbën 90.85% të fondit limit, një përqindje që ngre vetvetiu pikpyetje mbi garën e zhvilluar. Ironia është se nga 6 kompani pjesëmarrëse, 4 kishin oferta më të ulta, por çuditërisht gara u fitua nga një ofertë që thuajse prek tavanin e fondit. Diferenca mes ofertës fituese dhe më të lirave, plot 600 milion lekë të vjetra me TVSH, një shumë që mund të ndërtonte një tjetër ujësillës. Ky tender i dyshimt me këtë numër reference është vetëm një në listën e gjatë ku Gjikuria del fitues përkundrejt konkurrencës më të lirë, një model që shton dyshime se jo gjithmonë çmimi më i ulët fiton, por shpesh ai më i preferuari. Një raport i Amnesty International ka kritikuar kampin e Gjadrit në Shëngjin dhe modelin që Italia ka zgjedhur për të menaxhuar krizën e emigrantëve. Sipas raportit, sistemi i zgjedhur prodhon vuajtje dhe vdekje. Vetvrasja e një emigranti marokin në Itali, pasi ishte transferuar nga kampi i Gjadrit në Shqipëri, ka rikthyer vëmendjen tek pasojat e modelit italian të menaxhimit të emigracionit nëpërmjet territorit shqiptar. Amnesty International paralajmëron se ky sistem prodhon vuajtje dhe vdekje. Rasti tragjik i Hamid Badoi, një 42 vjeçar marokin i cili u vetvran në një burg në Torino pas qëndrimit në kampin e Gjadrit, ka ndezur polemika të forta në Itali. Badoi kishte shprehur frikën e rikthimit në Shqipëri, duke i thënë avokatit të tij, më mirë në burg sesa në Shëngjin. Ky rast ka shkaktuar një reagim të fortë politik dhe shoqëror, me opozitën italiane që akuzon qeverinë Meloni për trajtim çnjeshtor të emigrantëve dhe për ekspozimin e krizës drejt një vendi tjetër, në këtë rast Shqipërisë. Në një deklaratë të ashpër, Amnesty International Italia thekson se modeli Meloni sjell vuajtje dhe vdekje, duke kritikuar me forcë marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për ndërtimin dhe përdorimin e qendrave të paraburgimit për emigrantët në territorin shqiptar. Struktura ekstraterritoriale, izolimi gjeografik, aksesi i vështirë në garanci ligjore dhe kujdes shëndetësor, përdorimi ndëshkues i ndalimit administrativ, këto janë elemente e një modeli që shkel të drejtat themelore të njeriut, thuhet në deklaratë. Sipas Amnesty, emigrantët në qendrat e Shqipërisë dhe ato në Itali jetojnë në kushte degraduese, pa mbështetje shëndetësore e pa informacion, ndërsa protestat, vetlëndimet dhe vetvrasjet janë simptomat e një sistemi të ndërtuar për të izoluar dhe ndëshkuar, jo për të ndihmuar. Deklarata përfundon me një thirrje për ndalimin e transfertave drejt Shqipërisë, një hetim të pavarur për vdekjen e Hamid Badoi, si dhe një debat publik mbi dështimin e politikave të ndalimit dhe zhvendosjes. Të mbështetësh modelin shqiptar do të thotë të jesh bashkëfajtor në një regjim që prodhon përjashtim, vuajtje dhe vdekje, mbyllet deklarata Amnesty International. Një raport i fundit i Bankës Botërore rendit Shqipërinë si një ndër vendet me cilësinë më të dobët të arsimit të lartë në rajonin e Europës dhe në Azinë Qendrore. Ky konstatim është parë me shqetësim për të ardhmen akademike dhe ekonomike të vendit. Shqipëria renditet ndër vendet me cilësinë më të dobët të arsimit të lartë në rajonin e Europës dhe Azisë Qendrore, sipas një raporti të fundit të Bankës Botërore, duke ngritur shqetësime serioze për të ardhmen akademike dhe ekonomike të vendit. Sipas raportit, mungesa financiare, kurrikulat e vjetruara, ndikimi i politikës dhe interesave private, si dhe mungesa e lidhjes me tregun e punës, janë ndër faktorët kryesorë që po minojnë rënd sistemin universitar në Shqipëri. Banka Botërore thekson gjithashtu se universitetet shqiptare po përgatisin studentë pa përgatitur për realitetin e tregut të punës, për shkak të infrastrukturës së dobët dhe mungesës së kërkimit shkencor, duke thelluar ndegur me vendet më të zhvilluara.
Një tjetër shqetësim i ngritur është edhe rënja e përparimit ndërbrezor, ku fëmijët e sotëm kanë më pak gjasa të jenë më të arsimuar se prindërit e tyre, një tregues i qartë regresi në arsim. Nëse nuk merren masa urgjente, Shqipëria rrezikon të mos arrijë statusin e një shteti me të ardhurat të larta në 1 apo 2 breza, paralajmëron Banka Botërore. Përveç Shqipërisë, të njëjtat probleme janë konstatuar edhe në vende të tjera si Maqedonia e Veriut, Bosnia dhe Hercegovina, Armenia dhe Azerbajxhani. Raporti thekson ndërhyrje të thella përmes reformave në financim, depolitizim, modernizim të kurrikulave dhe investime serioze në infrastrukturë dhe kërkime, në mënyrë që arsimi i lartë të shndrohet në një shtyllë zhvillimi dhe jo pengesë për të ardhmen e vendit. Duhet thënë se një ndër problemet kryesore me të cilët përballet sistemi i arsimit të lartë dhe studentët në ditët e sotme është korrupsioni i stafeve akademike për qëllime personale e fitimi. Në shumë raste, studentët janë të detyruar të paguajnë pedagogët për të marrë prodhimet, ndërkohë që stafi i bordit akademik përfshihet shpeshherë në tendra korruptive. Kujtojmë Universitetin Bujqësor të Tiranës, i përfshirë dhe rektori. Një tërmet me magnitud 6.1 ball goditi në orët e para të mëngjesit të sotëm Kretën duke alarmuar banorët dhe autoritetet. Pas lëkundjeve janë urdhëruar kontrolle për sigurinë në shkolla, teksa mundësia për tërmete më të vogla nuk përjashtohet në orët në vijim. Një tërmet i fortë me magnitud 6.1 të shkallës Richter goditi mëngjesin e së zonën pranë Neapolis në Lasithi të Kretës, duke shkaktuar shqetësim të madh tek banorët dhe duke u ndirë gjerësisht deri në Atik. Sipas mediave lokale greke, lëkundja sismike ka alarmuar qytetarët, të cilët dolën me shpejtësi nga banesat pas një zhurmë të fortë gjëmimi që shoqëroi tërmetin. Disa ndërtesa janë dëmtuar si pasojë e tërmetit, ndërsa produktet kanë rënë nga raftet e supermarketeve, duke shkaktuar dëme materiale. Pas tërmetit kryesor, janë regjistruar të paktën 9 pas lëkundje me magnitud më të fortë 3.5 Richter dhe më të dobëtën 2.5 Richter. Autoritetet vendore dhe shërbimet zjarfikse në Kretë janë në gjendje gatishmërie. Automjetet e zjarfikësve janë duke patrolluar për të vlerësuar dëmet, ndërkohë që janë raportuar rrëshqitje të vogla dhe në rrugët provinciale dhe dëme në disa ndërtesa në Heraklion. Sismologët Thanasis Ganos dhe Akis Selentis konfirmuan se ky ishte tërmeti kryesor dhe se zona ishte aktive prej 2 vitesh me mikrolëkundje. Ata sqaruan se intensiteti u ndjej edhe në jug të Greqisë për shkak të përhapjes së valve nga thellësia ku ndodhi tërmeti. Ndërkohë nuk përjashtohet mundësia e pas lëkundjeve të tjera më të lehta. Megjithatë, sipas ekspertëve, situata është nën kontroll dhe nuk pritet ndonjë zhvillim i rrezikshëm në vijim. Zonja dhe zotërin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.